E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. Realiteti nuk ndryshohet nëse fillimisht nuk e pranon atë, e ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur. Të dashur qytetar e mbështetës që na ndiqni, sot unë dua të bëj një propozim të menduar mirë. E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetëvendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufca. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Ja pra, po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes.